Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur. Unë jam shumë emocionuar dhe nga ana tjetër dhe shumë krenare që jemi takuar këtu në një nga shkollat më të bukura të kryeqytetit, më të reja, dhe një gjimnaz i cili, sepse ndodhej në një zonë shumë të dendur, kërkonte që t'i riparonim dhe t'i shtonim kapacitetet. Stafi ynë i bashkisë insistoi shumë që të mblidheshim kur i thashë do bënim diçka për shkollat, do flisnim pak për shkollat e reja. Insistoj shumë që të mblidheshim këtu, sepse kjo shkollë ka qenë një ndër ato shkolla që nuk ka pasur hapësira rekreative apo hapësira të tjera për komunitetin. I ka munguar ajo që është një pjesë jo vetëm për komunitetin, por edhe për nxënësit, ku të mblidheshim për aktivitete apo për funksione të ndryshme, të cilën e kanë tashmë me shtesën e ndërtesës së re dhe hollit përbashkët. Palestra pa tjetër, se ju e shikoni këtu, por nga anë tjetër nuk ka pasur një bibliotek, të cilën sot e ka jo vetëm me të gjitha postet e punës, por edhe me vend ku të ruhen apo ku të ketë një arkiv të shkollës, një memorie të shkollës dhe krenarinë e saj. Një shkollë që është ndërtuar që në vitet 60 dhe me riparime dhe me shtesa këtu aty për shkak të kapaciteteve, ende nuk ishte marrë një profil krenar për nxënësit edhe për prindrit e kësaj zone. Ajo që unë dua të ndaj me ju sot është në fakt një rregull e për funksionimin e një qyteti të zhvilluar. Dhe ajo është se sa cilësore i ka shkollat. Në një ndër ato që na ka frymëzuar ne më shumë ka qenë kryetari i Bashkisë së Bogotas, i cili thotë që një qytet i zhvilluar duhet që shkollat të ketë jo vetëm cilësore estetike, por që të përfaqësojnë një ndjenjë krenarie për të gjithë nxënësit, pavarësisht se sa larg ndodhen nga qendra, apo pavarësisht se cilës familje i përkasin dhe se sa të ardhura kanë. Dhe ajo që ai bëri ishte që secila prej shkollave u kthye në një model arkitekture, i cili mund të ishte edhe ndërtesa më e bukur e lagjes, dhe bëhet fjalë për lagje të cilat ishin shumë të varfra, ndonjëherë edhe thjesht me kasolle, ama një objekt i bukur ishte ai i shkollës. Dhe nuk ishte vetëm një vend për të studiuar, po ishte një vend të cilit fëmijët i përkisnin dhe për të cilin donin të punonin dhe shkonin me qef. Ne sot e dim që rezultatet e shkollave varen në mënyrë të drejtë për drejtë nga kushtet në cilat fëmijët studiojnë apo dhe të rinë, siç janë ata këtu në Besnik Sykja. Dhe në gjithë historinë e punës tonë në Bashkinë e Tiranës, nëse ka diçka që me të vërtet kemi vënë vullnetin, mundin, djersën dhe jemi marrë që ditën e parë, ka qenë ajo e kthimit të faqes për shkollat e kryeqytetit, të cilat jo vetëm ishin të munguara në numër, për shkak të zhvillimit edhe të rritjes të numrit qytetarëve, por shumë prej tyre ishin edhe në kushte shumë të papërshtatshme për nxënësit. Dhe sot që flasim, nuk i numërojmë më shkollat që kemi riparuar apo kemi rregulluar, por kemi më kollaj të merremi me numrin e atyre që kanë mbetur pa u prekur. Dhe kur them pa u prekur, e kam fjalën për prekje cilësore strukturore, sepse që janë riparuar dhe që mirëmbahen të gjitha ajo nuk diskutohet. Po në Bashkinë e Tiranës ka 200 shkolla. Dhe 200 shkolla, nga të cilat nuk ka më shumë se 30 prej tyre, të cilat nuk në një pikë të historikut të jenë riparuar apo të jenë rindërtuar plotësisht. Dhe sot dua të ndaj me ju atë që në fakt ka qenë në mbrapa kokës gjithkohës, sa herë që kishim një inaugurim, një shkolle si kjo, apo sa herë që hapesh viti shkollor, kishim gjithmonë një peng. Dhe pengu ishte ai mungesës së shkollave tek ato lagje të cilat janë populluar apo ishin të populluara kur i kaluan njësisë apo Bashkisë së Tiranës, o ishin pjesë të komunave, ku për shkak të zhvillimit të shpejt dhe për shkak të një planifikimi i cili nuk ishte i gjithëpërfshirës, ku nuk planifikohej për shërbime komunitare, ku nuk planifikohej për hapësirat përbashkëta, për shkolla, për qendra shëndetësore, për kopshte, për shkak të kësaj kishte të pamundur të zinim një hapësirë apo të gjenim një hapësirë për shkolla dhe për kopshte dhe kanë fjalën këtu për lagjen 14. Sot jam shumë e kënaqur që më në fund pas shumë vitesh punë jo vetëm ligjore, jo vetëm me këmbime, me negociata, me urdhra bllokimi, me legalizime, me përballje gjykatash, por edhe me shumë kreativitet, sepse një ndër shkollat që do ju prezantoj sot është një shkollë e cila ndërtohet në një truall të dhuruar për shkak të zhvillimit të zonës, pra të dhuruar nga investitorët. Neve jemi në gjendje që të ofrojmë sot për
banorët e lagjës 14, të cilët shumë prej tyre dhe mund të shfrytëzojnë shkollat apo mund të duhet të regjistrohen në shkollat e zonave si këtu, në njësia 5, duke ngarkuar apo mbi ngarkuar kapacitetet e shkollave ekzistuese, ku më në fund në një distancë të ecshme, që është një ndër kriteret gjithashtu të një qyteti në zhvillim, nxënësit do të ketë mundësi të kenë shkolla në lagjet e tyre. Dua të prezantoj për ju sot shkollat që janë dy shkolla nëntëvjeçare, një në zonën e Astirit, ajo që quajmë Astiri, pra lagja 14, me një kapacitet prej 1600-1700 nxënësish, ku përveç shkollës nga tjetër e rrugës do të ketë një kopësht, dhe dua të prezantoj për ju edhe dy shkolla të tjera të cilat të mesme dhe 8-vjeçare, të cilat ndodhen në zonën e Izberishtit, në rrugën Tre Dëshmorët, të cilat gjithashtu ka një kapacitet rreth 2000 nxënësish, me hyrjet e veçanta, siç e kemi bërë në shkollat e reja, pra është një objekt, por ka dy shkolla të veçanta dhe me kapacitet gjithashtu për kopshtin. Dua ta ndaj këtë lajm me ju sot, pavarësisht se kjo është njësia 5, edhe ju mund të jeni prindër dhe komunitet i kësaj zone, sepse mendoj që është e rëndësishme për secilën familje të Tiranës, që një ndër kriteret kryesore të cilësisë jetës në kryeqytet të ketë ta ketë këmbësore distancën e çdo familje rreth shkollës publike më të afërt, sepse është jo vetëm cilësore për mirësivëndjen dhe për zhvillimin e nxënësve, por është e mirë dhe për komunitetin. Pse është e mirë komunitetin? Sepse të gjitha hapësirat që ne kemi ndërtuar janë jo vetëm në funksion të nxënësve dhe të mësimit, por janë edhe në funksion të komunitetit. Hapësira si palestra këtu sot, apo të gjitha palestrat tona të reja, mbasdite popullohen. Një arsye pse ne po e bëjmë këtë takim në orën 4, është sepse këtu do të vazhdoj aktiviteti pasi ne jemi larguar. Këtu do të ketë kurse, këtu do të ketë aktivitetet ndryshme. Të gjitha këto hapësira janë të shfrytëzueshme. Këto janë prona primare për qytetin që nuk mund të vdesin në orën 2 dhe duhet të kenë jetë edhe më mbrapa dhe t'i kthehen mbrapsh komunitetit si hapësira publike. Ndaj dua t'ju falenderoj të gjithëve, jo vetëm për bashkëpunimin tuaj, jo vetëm për pjesëmarrjen tuaj, për t'i bërë dhe për të marrë sa më shumë territore që t'jenë në funksionim të komunitetit, por edhe për ndihmën dhe për bashkëpunimin që jepni në mësim-nxënjen dhe në gjithë të mision të përbashkët për t'ia bërë sa më cilësore jetën, jo vetëm brezit të ardhshëm, por edhe familjeve të reja këtu në Tiranë. Faleminderit gjithëve. Dhe me lejoni ta kaloj ministreson të arsimit, Ogerta. Shumë faleminderit Anuela, faleminderit të gjithëve. Dua që falenderoj të gjithëve ju, pjesëmarrës në këtë takim të sotëm, prindrit nga këshillat e prindërve të Tiranës, përfaqësues të sistemit ton arsimor, mësues tanë të dashur, komunitet gjithashtu i Tiranës në njësisë 5 për këtë takim ku do të flasim për arsimin, për punët e mira që kemi bërë, por veçanërisht edhe për një prej aspekteve më të rëndësishëm të arsimit, sikurse është infrastruktura e objekteve arsimore, pra gjithë plani ynë zhvillimor sa i përket arsimit në Tiranë, por dhe në gjithë Shqipërinë. Dua t'ju them disa fakte të thjeshta, sepse ndërkohë që ne bëjmë shumë punë, më besoni, krenaria jonë më e madhe e punëve, ndër punët që bëjmë, është pikërisht investimin në arsim. E para, sepse përmes gjithë investimit që ne kemi bërë në arsim sot, mund të themi që jo vetëm kemi transformuar në mënyrë rrënjësore të gjithë cilësinë e mësimdhënies në raport me kushtet e punës që kemi krijuar për mësuesit, që sot janë shumë të mira krahasuar me 10 apo 12 vjet më parë. 450 shkolla janë rindërtuar, janë rehabilituar, janë rikonstruktuar në gjithë vendin. Vetëm në Tiranë janë 48 shkolla të reja apo të rehabilituara që i shërbejnë sot jo vetëm një komuniteti të gjerë nxënësish, janë më shumë se 38.000 nxënësit në Tiranë që sot janë pjesë pra e gjithë sistemit në shkollat e reja të Tiranës, por gjithashtu edhe në funksion të cilësisë mësimdhënies ku mësuesit sot pikërisht mësojnë në kushte tërësisht të ndryshuara. Jemi në një prej shkollave të Tiranës, këtu në njësim 5, në shkollën Besnik Sykja. Po të vije
vite më parë, shkolla Besnik Sykja nuk I kishte këto kapacitete, kjo palestër nuk ekzistonte. Sot jo vetëm që është bërë pjesë e gjerdanit të shkollave qendër komunitare, ku nxënësit, komuniteti edhe pasditeve vjen dhe shpenzon kohën duke mundësuar që këto ambiente të jenë promovuese të sportit, por edhe hapësirat e tjera rekreative, sikurse është biblioteka në shkollë, por ka mundësi që të zhvillojë edhe më shumë të gjithë aspektet që I përkasin aktiviteteve sociale dhe kulturore përtej orarit shkollor. Besnik Sykja u ndala këtu sepse është shëmbëltyra e shkollave sot në Tiranë, ashtu sikurse 48 shkollat e tjera, por mos harrojmë që puna që po bëhet jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë Shqipërinë, sa I përket investimeve në shkolla, është e pandalshme. Ndaj ne jemi krenar për transformimin rrënjësor që I kemi sjellë infrastrukturës së arsimit në të gjithë vendin. Vetëm për këtë vit ne do të bëjmë të mundur që 40 shkollat e tjera, përtej pra çfarë janë realizuar deri më sot, të rehabilitohen apo të rindërtohen nga Shkodra, Kuksi, Dibra, deri në jug të vendit, në Sarandë, Gjirokastër, dhe do të jenë 40 kantiere të reja të cilat hapen, do të kemi mundësi që jo vetëm të përmirësojmë infrastrukturën shkollore, por gjithashtu të ofrojmë një cilësi të re shërbimi arsimor, sepse të gjitha këto shkolla kanë parametra bashkohor, jo vetëm klasa, jo vetëm laborator, biblioteka, por edhe palestra dhe terene sportive, sepse tashmë është një standard I vendosur që çdo shkollë që ndërtohet, çdo shkollë që rehabilitohet, I shtohet nëse nuk e kanë dhe palestra dhe terene sportive. Dhe janë 200 palestra dhe terene sportive të cilat janë të reja, pra janë shtuar të gjithë gjerdanit të infrastrukturës arsimore në të gjithë vendin. Dhe në të gjithë këto investime që kemi bërë, patjetër që kanë rëndësi parsore përtej mureve të klasës, përtej mobilimit në shkollë, bërthama kryesore brenda institucioneve arsimore është laboratori, është biblioteka dhe janë të gjitha ato mjete didaktike që e bëjnë mësimin më cilësor, e bëjmë mësimin më tërheqës dhe aspektet praktike të gjithë lëndëve të cilat jepen mund të zhvillohen në mënyrën më të mirë falë këtyre investimeve që kemi bërë. Ne nuk e kemi ndalur asnjëherë investimin edhe në kohë të vështira. Përkundrazi, në sfidat që kemi kaluar, qoftë në pandemi e më tej me tërmeti kur përmes programit rindërtimit që janë rindërtuar mbi 100 shkolla në të gjithë hapësirën, pra qoftë Durrësin, Tiranën, Lezhën, Shijakun dhe të tjera bashki pra të zonave të pregura të tërmetit, kemi mundësuar që në të gjithë vendin të vijojmë investimet në shkolla dhe gjithashtu dhe investimet në laborator. Jemi duke finalizuar një tjetër iniciativë që do ta intensifikojmë dhe në vitet në vijim, sepse kemi tashmë të planifikuar në buxhetet tona investimin për laboratorët e shkencave. Nuk mund të mësosh shkencë pa patur laboratorin dhe pa patur mjetet didaktike për të mundësuar pikërisht aspektet laboratorike dhe praktike të lëndëve të shkencave. Ndaj ne jemi duke përmbyllur pra fazën e parë të investimit në furnizimin me mjete didaktike për 80 laborator në shkollat tona, ndërkohë që do të vijojmë të punojmë ashtu sikur se kemi bërë deri tani për një tjetër projekt të madh, I cili ka të bëjë me aftësi digjitale të fëmijëve duke filluar nga klasa e parë për sa I përket laboratorëve inteligjent. 340 laboratorë inteligjent janë tashmë funksional me hapësira tërësisht përmirësuara miqësore për fëmijët për të inkurajuar aftësi digjitale dhe gjithashtu edhe për të bërë të mundur që fëmijët që në klasën e parë të njihen me kompjuterin dhe me një kurrikull e cila tashmë është tërësisht e rimodeluar në funksion dhe të aftësive që kërkon e ardhmja dhe mësimi I kodimit që në klasë të parë tashmë është bërë jo vetëm një detyrë funksionale mësuesve të tikut, por tashmë jemi duke shtrirë në klasën e 4 dhe kështu do të vijojë rimodelimi gjithë kurrikulës së teknologjisë dhe informacionit deri në klasën e 9. Dhe në 2 vitet e ardhshme tashmë edhe financimi është I siguruar, ne do të bëjmë të mundur që të kemi 1000 laborator inteligjent në shkolla, duke garantuar që të gjithë fëmijët
të kenë akses pra të njëjtë në laboratorët inteligjent në shkolla. E sigurisht kur flasim për infrastrukturën, kur flasim për investimet në shkolla, themeli i sistemit arsimor janë mësuesit. Janë mësuesit të cilët janë shtylla e sistemit ton arsimor, për të cilët vëmendja ka qenë dhe mbetet e madhe, sepse janë ata në duart e cilëve lëm fëmijët tanë dhe kemi të ardhmen tonë. Ndaj, jo vetëm kemi bërë të mundur që mbështetja e mësuesve të jetë në mënyrë të vazhdueshme, qoftë për sa i përket kushteve të punës, rritja e pagave e cila u finalizua, por që nuk do të jetë finale në raport me mbështetjen e mësuesve në korrik të vitit 2024, ku paga mesatare sot për mësuesit është 950 euro, por ajo që kemi mundësuar që është përtej, është një sistem i ri i zhvillimit profesional të mësuesve. Dhe që jam e bindur që do të ridimensionoj tërësisht edhe mënyrën se si i qaset një mësues kurrikulës së re, aftësive të reja që kërkon dhe kompetencave të reja që kërkojnë dhe kurrikulat që po rishohim aktualisht që flasim në funksion të mësimdhënies dhe të mësimnxënies. Dhe për këtë arsye ne mundëm që jo vetëm të riorganizonim sistemin e kualifikimit për mësuesit, duke dyfishuar përfitimet për mësuesit të cilët marrin gradën e mësuesit kualifikuar, specialist apo mjeshtër, dhe nga ana tjetër për herë të parë të garantojmë që sistemi i trajnimit dhe i krediteve të përfituara për mësuesit të mundet që të certifikohet nga universitetet. Pra, janë bërë të mundura një seri masash që na çojnë drejt një zhvillimi profesional të mësuesve të niveleve bashkohore. Jemi të mësuesit, por sot është edhe një ditë e veçantë, është data 2 prill, është dita botërore për ndërgjegjësimin ndaj autizmit. Dhe unë do doja që të gjeja rastin këtu dhe të përfitoja nga ky rast për të falenderuar 2100 mësuesit tanë ndihmës, të cilët shërbejnë në shkollat tona me aq dashuri, me aq përkushtim për fëmijët me aftësi speciale dhe ata me çrregullime të spektrit autik. Dhe ne jemi duke punuar për të rritur numrin e mësuesve ndihmës, kemi bërë një kapërcim, mund të thoja shumë domethënës në raport me rritjen e përvitshme të numrit të mësuesve ndihmës në funksion të fëmijëve dhe shërbimit të tyre për sa i përket qëndrimit në shkollë, por edhe më shumë do të bëjmë pasi edhe me programin e ri do të ketë dhe një mbështetje specifike për fëmijët me çrregullime të spektrit autik sa i përket ndihmës që do t'i jepet familjeve. Dhe besoj që ky është jo vetëm një program lehtësues për familjet, por sigurisht edhe është një mbështetje për të mos u ndjerë vetëm familjet, por gjithashtu edhe një mbështetje për fëmijët për të ndjerë të gjithë të barabartë, të gjithë njësoj, të gjithë me mundësi dhe shanse të njëjta. Nga ana tjetër dua që të theksoj një tjetër angazhim tonin, i cili po jetësohet çdo ditë më shumë. Ne me prindrit kemi një komunikim intensiv. Kemi patur një dialog dhe vijojmë ta kemi me Këshillin e Prindërve në nivel kombëtar dhe rajonal të gjerë mbi çështjen e sigurisë në shkolla. Dhe dua ta përmend këtu sepse dua që të tregoj se jo vetëm kemi filluar që t'i zbatojmë këto masa të cilat dolën përmes këtij komunikimi dhe dialogu me prindrit, por nga ana tjetër po shkojmë përtej duke zhvilluar edhe programe të reja në funksion pikërisht të dialogut të cilit ne ngritëm me ju dhe që vetë ju na kërkuat për të parë mundësinë dhe për të hapur shkollën përtej orareve të cilët janë oraret rutinë të shkollës, pra vetëm për orarin mësimor. Siguria në shkollë është një çështje shumë e rëndësishme. Brenda mureve të shkollës, brenda perimetrit të shkollës, padyshim që është përgjegjësia jonë dhe ne po vijojmë që të mbështesim të gjithë rrjetin e shkollave duke rritur numrin e oficerëve të sigurisë në shkolla. Për vitin e ri shkollor do të kemi 130 oficerë sigurie më shumë, duke e çuar në 400 numrin e oficerëve të sigurisë në shkolla dhe duke përmirësuar standardin
për oficer sigurie bazuar në numrin e nxënësve në shkollë. Gjithashtu do të bëjmë të mundur dhe fillimin e programit që tashmë e kemi lançuar për monitorimin e kamerave inteligjente në shkollë, duke ulur edhe ato incidente lidhur me bullizmin apo edhe duke krijuar mundësinë që të kemi një sistem edhe më të sigurt, edhe një alert në kohë për të rritur pra dhe fuqizuar mekanizmat parandalues. Gjithashtu e rëndësishme është edhe një aspekt tjetër. Siguria brenda shkollës, brenda mureve të shkollës, brenda perimetrit të shkollës është e rëndësishme, por siguria në rrugë është edhe kjo e rëndësishme. Ndaj jemi duke punuar për një program i cili do të bëjë të mundur që ne të ngrëmë një shoqëri të transportit publik për shkollën, pra shkollor, dhe që do të kemi mundësi që pikërisht fëmijët të cilët janë larg vendbanimit të mundet që të jenë pjesë e këtij programi i cili ne po punojmë për ta ngritur. Dhe sigurisht që një ndër aspektet që janë të rëndësishme dhe pse jemi ne sot këtu dhe e përmendi Anuela është investimi në shkolla, zgjerimi i kapaciteteve të shkollave, përmirësimi i një indikatori që për ne ka qenë vërtet i rëndësishëm për të përmirësuar, por në funksion të cilësisë së arsimit dhe në funksion edhe të mbështetjes së familjeve dhe mbi gjitha të fëmijëve, që është pikërisht një indikator që ka lidhje me shkollat me 2 turna. Ne e dim se çfarë shqetësimi i madh ka qenë, mbetet ende si shqetësim, por nëse ju themi që në këto vite me investimet që kemi bërë, ne kemi reduktuar në nivel kombëtar me 70% numrin e shkollave me 2 turna, kemi bërë një hap cilësor për ta reduktuar dhe për ta eliminuar komplet këtë fenomen fal investimeve që ne jemi duke bërë. Dhe e përmendi Anuela 2 shkollat 8 vjeçare, 9 vjeçare dhe gjimnazit në Ysberisht, pra në Kashar, shkolla e re në Astir, gjithashtu shkolla Koljakova në njësinë 11, po 6 shkolla tjera janë në proces në Tiranë, cilat përfundojnë investimet në vitin e ri pra shkollor, do të bëjnë të mundur që të vijojmë uljen e numrit të shkollave me 2 turne dhe sigurisht të krijojmë hapësira më miqësore për fëmijët, duke tashmë duke u bërë gati dhe për ndërtuar një program të ri. Dhe ky është një program i cili lidhet direkt edhe me kërkesën e prindërve, një kërkesë e kahershme, por që i vjen koha jo sepse nuk i kishte ardhur, po sepse mundësit nuk i kishim këto shkolla, palestra, biblioteka, kushte, shkolla me ngroje nuk ekzistonin më parë, për të ardhur në këtë nivel të ri, ku ne tashmë kemi nisur punën për të bërë të mundur që të kemi dhe programin e ushqimit në shkolla dhe programin pas shkollor apo after school, një kërkesë e juaja dhe padyshim e merituar për të gjithë fëmijët, por edhe për prindit të cilët duan të kenë lehtësi dhe të cilët janë të angazhuar me punë dhe nuk arrin dot të mbikëqyrin fëmijët, ndërkohë që shkolla është një komunitet i sigurt dhe ne jemi duke punuar për të ndërtuar këtë program që do të fillojë si fillim në bashkitë Qëndërqarku e më pas do të vijojë edhe në bashkitë e tjera. Nuk dua të zgjatem më shumë sepse për arsimin gjithmonë mund të flasim shumë dhe ne kemi shumë për të thënë dhe sigurisht edhe më shumë për të bërë, por të jeni të bindur që ne jemi të angazhuar për të vijuar investimet tonë në infrastrukturë, për të vijuar mbështetjen e mësuesve dhe gjithashtu dhe për të punuar fort për të patur kurrikula të cilat të jenë të standardeve europiane, sigurisht dhe mësues të përgatitur për t'i dhënë këto lëndë në mënyrën më të mirë të mundshme për të përgatitur fëmijë dhe nesër qytetar të mirë të së nesërmes me të gjithë ato kompetenca dhe aftësi që kërkon e ardhmja. Faleminderit të gjithëve dhe më lejoni që t'ja kaloj fjalën kryeministrit Rama. Mirë, shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe shpresoj që të mos ju mungoj durimi edhe për fjalën time. Dua ta nis nga fakti që kur hyra mu përsërit në mendje gjithë i cikli shumë interesant i takimeve që ne zhvilluam bashkë me Ogertën, me mësuesit edhe me prindrit në të gjithë territorin.
ndodhi si rezultat I nevojës për të këshilluar dhe për të dëgjuar opinionin e mësuesve dhe të prindërve lidhur me TikTokun, por në ndërkohë aty mund të paktën të dëgjoj edhe të mësoj shumë gjëra nga ai ndërveprim. Më vjen mirë që sot TikToku është mbyllur dhe që fëmijëve, nxënësve ju kemi siguruar një mbrojtje nga një influencë shumë negative që I qëndronte mbi kokë 24 orë në 24. Përfitoj nga rasti ta përsëris për të gjithë, edhe mirë është që mësuesit t'ua thonë prindërve, por edhe nxënësve që përpjekja për të instaluar TikTokun duke përdorur të ashtu quajturat VPN të lira që janë që gjenden në internet është shumë e rrezikshme, sepse ato praktikisht e bëjnë telefonin plotësisht të grabitshëm me të gjitha dhënat që ka brenda. Kështu që prindrit duhet të jenë vëmendshëm në këtë aspekt. Në ndërkohë që ne kemi hyrë në një dialog me kompaninë nëpërmjet akshit dhe Ministrisë së Arsimit dhe kemi kërkuar nga kompania që nëse do të ketë përsëri akses në Republikën e Shqipërisë duhet na paraqes një propozim të besueshëm dhe bindës për një numër të caktuar filtrash sigurie për fëmijët tanë. Dhe njëkohësisht edhe një program specifik për të stimuluar mësimin, për të stimuluar mësimin e shkencës, të matematikës, e kështu me radhë, gjëra që në fakt TikToku I ka në gamën e vet shërbimeve, patjetër edhe për pjesë të tjera të parrezikshme, ndërkohë që duhet të na garantojë që fëmijët dhe adoleshentët janë të mbrojtur nga pjesët e rrezikshme. Kompania e ka marrë shumë seriozisht në këndvështrimin tim, edhe na ka premtuar që do të na e paraqes këtë propozim. I kam thënë dhe I kemi thënë që në të gjitha rastet çfarë kompania do të na ofrojë, do duhet të ndahet me mësuesit dhe me prindrit, do duhet marri edhe një miratim nga ana e tyre në kuptimin që mësuesit dhe prindrit duhet jenë të informuar se për çfarë bëhet fjalë. Pra cilat ndryshime do të bëhen dhe çfarë do të sjellin këto ndryshime. Kështu që shpresoj, besoj që në një kohë jo shumë të largët ata do të vinë në Shqipëri edhe ne do të kemi mundësi pastaj që të rikthehemi përsëri tek ju edhe t'i ndajmë këto të dhëna që do të marrim nga propozimi I kompanisë. Nga ana tjetër, duke qenë se unë jam një tifoz, po them, nuk e di si quhet, po faktikisht jam shumë I dhënë mbas kinemas. Edhe do t'ju sugjeroj atë gjithëve, ju që jeni këtu dhe të gjithë ata që më dëgjojnë që të shikoni një film që ka dalë së fundmi, që quhet Adoleshenca. Edhe do t'ju sugjeroja që ta ndani me sa më shumë të tjerë. Do ishte shumë mirë nëse ne do mund të bënim dhe shfaqje të filmit për nxënësit në të gjitha shkollat. Mund të përdorim palestrat për të bërë shfaqje të organizuara, sepse është një film I cili ka tronditur mbar botën edhe flet eksaktësisht se për çfarë sfidash bëhet fjalë për ne sot, edhe
se sa larg jemi ne, edhe kur na duket sikur në fakt jemi afër, edhe se sa pak kuptojmë ne, edhe kur na duket sikur në fakt kuptojmë shumë nga fëmijët tanë. Për fat keq, jetojmë në dy universe paralele. Ata hynë e dalin në universin ton, kurse ne nuk kemi akses të universin e tyre, dhe në universin e tyre zhvillohen situata edhe zhvillohen ngjarje që ne as nuk kemi iden, edhe për fat keq kur diçka nga ato zhvillime aty del në Mexhelis në formën e një ngjarje shumë të rëndë, atëherë ne tronditemi të gjithë, por ajo që ndodh është se në fakt është çdo minutë. Dhe unë prandaj besoj shumë që mbyllja e TikTokut nuk është se ka zgjidhur gjithë të problematik, por ama ka qenë hapi i dur, dhe unë i falenderoj të gjithë mësuesit dhe prindrit, 95% e tyre na kanë inkurajuar që ta hedhim këtë hap. Nuk ka qenë një hap i lehtë, ne nuk jemi as Amerika, as Britania, ne jemi një vend i vogël, dhe TikToku është sa shumë shtete si ne të bëra bashk, por besoj që kemi bërë gjën e dur dhe kemi bërë detyrën. Nga ana tjetër, po ashtu unë besoj që mbase nuk kemi forcat që të përballemi me këtë universin paralel ku fëmijët tanë jetojnë një pjesë shumë të madhe të kohës tyre dhe ku ne kemi të pamundur që të penetrojmë. Por nga ana tjetër nuk duhet dorëzohemi, dhe e vetmja rrugë që unë shoh, që ne shohim, është që të ngrem në një nivel tjetër ndërveprimin mes shkollës, prindërve dhe institucioneve. Dhe në këtë aspekt ne do të bëjmë çmos nga ana jonë që shkolla të rrisë në mënyrë të ndjeshme fluksin e informacionit për prindrit, jo më vetëm notat edhe mungesat, por edhe raportet dedikuara, të individualizuara për çdo fëmijë. Dhe nga ana tjetër do bëjmë çmos që të rrisim shumë më tepër, të zgjerim shumë më tepër hapësirën që e kemi krijuar, por duhet zgjeruar të gjithçkaje që mund t'i ofrojmë nxënësve, fëmijëve mbas mësimit, duke fuqizuar programet e sportit, duke fuqizuar programet e artit, duke fuqizuar programin e zejeve, dhe duke rritur numrin e adresave ku fëmijët mund të kenë aktivitet, sepse një gjë është që t'i kenë vetëm në shkollë, një gjë është që të kenë hapësira të përbashkëta ku ata të mund të ndërveprojnë, ku të bëhen konkurse, ku të bëhen projekte të përbashkëta e kështu me radhë. Jo më larg se dje unë vizitova qendrën kombëtare të fëmijëve që po merr formë këtu tek njësia 5 faktikisht, në kufi të parkut madh liçenit. Është një ngrehinë e jashtëzakonshme me hapësira dhe me mundësi që nuk i kemi pasur ndonjëherë për fëmijët këtu. Nëse dikush mund të kujtojë mbrapa në kohë pallatin e pionierëve që ishte aty tek kinema Mileniumi, qendra kombëtare që ne po ndërtojmë është disa herë më masive, me shumë më tepër hapësira, dhe edhe aty do na duhet që të ndërtojmë një program intensiv dhe një program të përbashkët mes Ministrisë Kulturës dhe Ministrisë së Arsimit dhe institucioneve të tjera. Ndërkohë këtë do ta shtrim patjetër edhe në qendrat e tjera të qarqeve, sepse aty ku jeta urbane është më intensive, aty është edhe
edhe zemra e problematikave, po nga aty mund të rezultohen pastaj edhe të gjitha energjitë pozitive. Sigurisht që kjo kërkon pa diskutim mësues të motivuar, mësues të mirë përgatitur, jo vetëm nga hyrpamja akademike për lëndën që japin, po mbi të gjitha nga hyrpamja psikologjike dhe nga hyrpamja e fuqisë fiziko-morale për të përballuar gjithë atë armatën e atyre kalamajve që kur vinë dhe afrohen dhe bëhen bashk, nuk janë më një armatë, nuk janë më një grup i madh fëmijësh, po janë një armatë që kanë në kokë gjëra që na tejkalojnë ne me herë në disa aspekte, edhe që janë një armatë që na shohin ne si një forcë kundërshtare. Kjo është e vërteta. Vinë edhe shohin edhe gjithë ajo që ka qenë zhvilluar më parë si një konflikt natyral mes brezash, ku maksimumi i revoltës që mund bënte një nxënës ishte të fliste pa leje në një moment caktuar, sot është kthyer në një konflikt të strukturuar midis gjithë trupës edukatorëve që përpiqen të edukojnë dhe asaj armatës që mblidhet ke obori i shkollës edhe nuk kuptohet mirë se çka kanë mend. Megjithatë, na takon ne që të gjejmë rrugët dhe të gjejmë mënyrat për të garantuar një bashkëjetesë paqësore me atë armatë, edhe për të garantuar që kur kalon ajo mosha kritike, ata të jenë të gatshëm ta përballojnë jetën në universin e realitetit dhe jo të ndihen komplet të goditur për faktin se universitet nuk përputhen më e pastaj të përfundojnë në për drama personale, por të bëhen dhe aktor tragjedish sociale. Thënë kjo, patjetër që ne jemi relativisht të kënaqur që është bërë shumë për mësuesit. Unë e kam thënë disa herë, mbas e keni dëgjuar dhe ndjes për përsëritjen, po rastësisht pash një ditë që një grup mësuesish ishin mbledhur me forca të tjera politike, edhe lirisht flisnin ato që mendonin për qeverinë, për shtetin, për institucionet, edhe unë u ndjeva shumë mirë sepse askush nuk merret me ata mësues pse vajtën, pse folën, pse thanë, pse s'thanë, qa thanë, si e thanë e tjerë, gjë që deri jo shumë vite më parë ka qenë pjesë e realitetit të mësuesve. Deri jo shumë vite më parë, kur kalonte këtu ndonjë karvan mitingu, mësuesit merreshin, madje bashkë me nxënësit në raste të caktuara, sidomos në për qytetet e tjera, se ndoshta në Tiranë më ndryshe, edhe mblidheshin për të brohuritur. Apo gjëja që ishte gjëja më e tmerrshme, që mësuesit nuk kishin garanci dhe siguri në vendin e punës, se mund të nesme mund të gdhieshin me një cop letër që duhet të shkojnë diku tjetër. Apo mësuesit që shihnin, dëgjonin, merrnin vesh që ndërkohë që ata ishin pa punë dhe prisnin në radhë, në lëndën e tyre në një shkollë pranë, e jepte dikush që nuk kishte mbaruar fare për atë lëndë. Dhe nuk ishin 1, 2, 3, 5, 10, 20, 100, 200. Ishin rreth 4500 mësues jashtë profili komplet. Gjitha këto sot nuk imagjinohen më, jo më që të ndodhin. Dhe ana tjetër, edhe pagat, ju e dini se ju jeni i numëroni vetë numrat
që ne mund të themi janë rritur në mënyrë të vazhdueshme. Nuk besoj se ndokush mund thotë që po t'i thuhej përpara që shikosen vitin 2024 do ta keni pagën mesatare 950 euro, nuk do nënqeshte duke thënë ja dhe një rend tjetër. Po fakti është që sot paga mesatare mësuesve është 950 euro. Është shumë më shumë se çka qenë, është një pagë dinjitoze në vendin tonë, por nuk mjafton. Dhe nuk mjafton për më tepër, po të kemi parasysh ato që sapo thash, që puna e mësuesve, vështirësia në punë e mësuesve nuk shkon duke ulur, shkon duke u rritur. Dhe vështirësia në punë e mësuesve nuk është një vështirësi pune fizike, që në një farë mënyre puna fizike, pavarësisht se mund të jetë vështirë, njeriu e mban formë, po themi. Por është një vështirësi pune psikologjike. Kështu që qëllimi, ambicia jonë edhe plani, jo ambicia, por plani ynë është që në vitet e ardhshme, brenda kësaj dekade, ne pagën mesatare mësuesve ta çojmë në 1250 euro. Është e bëshme, është plotësisht e bëshme, nuk besoj se do të kemi problem me këtë. Ndërkohë që, siç foli kryetaria e Ndërtyrë Bashkisë, siç foli ministrja, pjesa tjetër e përmirësimit vazhdueshëm të kushteve në shkolla, prap është diçka që shkon në favor të rritjes së dëshirës për të shkuar në punë dhe për të punuar, se tjetër është thjesht një shkollë ku s'ka kushte. Isha përpara pak ditësh në një kantier në Shkodër, në mes Shkodrës, shkolla Ndremjeda, një shkollë me goxha, në fakt, rezultatet mira, edhe me rezultatet mira në nxënësit për konkurse e tjerë, dhe nuk i besoja dot syve, as hundës që mësillte atë aromën e shkollave që dikur vinin vetëm era lagështi, ngroje as haroje në një tmerr. Një shkollë që nuk ishte vendor, besoj që ditën që ishte ndërtuar, kush e di se kur, ka akoma realitetet të tilla, por nga ana tjetër, në Tiranë, unë besoj që ne mund të jemi shumë krenarë për faktin se nuk kemi shkolla si në Europë, po kemi shkolla si shkollat më të mira në Europë. Edhe mund ta them këtë me plot gojen, unë kam jetuar ca vite në Paris dhe kishim afër një shkollë kështu 9-vjeçare ku kishte një palestër komunitare dhe shkoja ndonjëherë të lozë basketboll. Nuk ishte okay, normal, por nuk ishte kështu si kjo, që t'jemi qartë. Dhe për tem nuk ishte kështu si kjo, nuk ishte si shumë shkolla në Tiranë që janë si kjo, ose edhe pak më të mira, ose edhe pak më pak, por është një standard absolutisht shumë i mirë që patjetër është standardi që duam të mbajmë edhe në shkollat e reja që po ndërtojmë. Janë 40 shkolla të reja që po ndërtojmë, janë ndërtuar 450. Është një numër shumë i madh po të marrësh parasysh se çka ka pasur më parë. Por nga ana tjetër, nuk është thjesht çështja e tullave, është shumë e rëndësishme çështja e tullave, në fakt se tash nëse shkon në një vend pune ku asgjë nuk të thotë rri, është një gjë, dhe nëse shkon në një vend pune ku ndihesh mirë, nga kushtet është një gjë krejt tjetër, por nga ana tjetër është dhe çështja e çfarë kemi brenda në shkollë. Dhe me laboratorët inteligjent që tani më janë shtrirë një pjesë jo të vogël të shkollave, por që deri në fund të kësaj dekade do të jenë në të gjithë shkollat e Republikës, edhe do të kenë akses në teknologji të gjithë fëmijët e Republikës,
do të plotësohet ky cikël. Sidoqoftë, paka shumë 300 laboratorë janë një bazë shumë e mirë për çfarë po ndërtojmë sot për fëmijët, edhe aksesi në kodim edhe kështu me radhë. Thashë nuk dua t'ju mbaj më gjatë, por duhet ta mbyll duke thënë që do duhet të fokusohemi edhe më shumë qoftë tek programi i edukimit në vazhdim të mësuesve, qoftë tek titujt dhe ato kategoritë që mësuesit kanë brenda për brenda, jo në sensin që të ndryshojmë në gjë, por thjesht nga një anë ta forcojmë gjithë sistemin e edukimit në vazhdim dhe nga ana tjetër të rrisim pak, por në mënyrë të ndjeshme dhe diferencimin e pagës, në mënyrë që mësuesit që hypin në një shkallë tjetër të ndihen vërtet të vlerësuar dhe ata që janë nën shkallën që është më lart të ndihen dhe më të motivuar që të hypin në atë shkallë. Sepse gjithmonë figura e mësuesit ka qenë qendrore për të gjitha shoqëritë, ka pas momente kur ka qenë më qendrore, ka pas momente kur e ka humbur qendrën, siç ka ndodhur në vitet e tranzicionit, ku mësuesit u trajtuan shumë keq për shumë arsye, por unë besoj që në kohën që jetojmë, mësuesit nuk janë thjesht të rëndësishëm siç ishin deri para kësaj kohe, për gjithçka ata japin në atë profil që kanë, po mësuesit janë po aq të rëndësishëm sa ushtria. Janë po aq të rëndësishëm për sigurinë kombëtare sa ç'është ushtria. Sepse janë një trup e cila përballjen me çka folëm pak më parë, do ta ketë gjithmonë më të egër. Jo më të butë, do ta ketë gjithmonë më të egër. Dhe prandaj janë një trup që do duhet të mbështetet, do duhet të vlerësohet, do duhet të ngrihet në piedestal në proporcion me përshkallëzimin e asaj përballje. Dhe duhet të gjejmë rrugë dhe mënyra, dhe kjo gjë patjetër që mund të bëhet më e lehtë nëse ne rrisim nivelin e dëgjimit ndaj gjithë trupës mësuesve, që motivimi dhe vlerësimi dhe të ndjerit në mision mos jetë vetëm çështje kushtesh fizike në shkollë apo çështje page, por të shkojë përtej kësaj. Se si shkon përtej kësaj, këtë duhet ta shohim dhe ta mendojmë bashkarisht. Ne kemi ca ide, ju me siguri mund të keni ca ide të tjera, por është absolutisht themelore që investimi tek trupa e mësuesve të shkojë paralelisht me investimin e madh që po bëjmë tek forcat e armatosura. Për shkaqe që ju me siguri dini, gjithë bota, Europa po rrit investimet tek forcat e armatosura, ne i kemi rritur 20 fish. Një rritje që do të ishte e paimagjinueshme më parë, dhe nëse nuk do ishte konteksti i përgjithshëm me siguri nuk do e kishim bërë, por nëse nuk rrisim dot 20 fish, investimet tek mësuesit, tek arsimi duhet paktën çdo vit e më shumë se sa çdo të rriteshin natyrelisht. Ky është objektivi, ky është qëllimi, kjo është ambicia, se në fund fare do ta mbrojmë atë dheun, patjetër. Por nëse mbrojmë atë dheun nga rreziqet e jashtme, gjë për të cilën
ekzistojnë forcat armatosura dhe brenda nesh rritet rreziku i brendshëm i shkëputjes totale nga realiteti të atyre që sot janë fëmijë, ne faktikisht e kemi humbur betejën. Dhe ky është kërcënimi më i madh që i vjen gjithë shoqërive demokratike. Se në ato shoqëritë e tjera jo demokratike, aty janë të tjera rreziqet, por nuk është ky rrezik. Se aty s'ka nga këta tiktokrat, nga këta tjerët që futen në qeftas në shtëpi. Ju faleminderit shumë për durimin. Edhe shumë mirënjohje për gjithçka bëni edhe shumë solidaritet për gjithçka duroni çdo ditë. Thënë kjo nga një prind i rilindur jo shumë vite më parë. Shumë faleminderit.